Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot shkova për herë të parë me fal taravit në xhami. Ndihesha shumë mirë dhe e lumtur. Elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj lumturinë e namazit ta përjetosh deri në frymën e fundit. Namazi i tillë është. Bëhet shkak që njeriu të jetojë i lumtur në këtë botë dhe të fitojë lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Allahu na e mundësoft. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam qenë shumë e mërzitur, po sa po filloi Ramazani jam qetësuar shumë. Për mua ishte një mrekulli o Zot. Patjetër i tillë është Ramazani. Agjëruesi ka dy gëzime. Gëzimi i parë kur e çel agjërimin. Ndërsa gëzimi i dytë kur dalim para të Madhit Zot, kur gjejmë shpërblimin e agjërimit. Subhanallah. Shkak për të gëzuar. Kështu janë adhurimet e ndryshme që ne bëjmë. Shkak për lumturi. Elusim Zotin e gjithësisë që të na mundësoj ta adhurojmë atë deri në frymën e fundit. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot 5 vaktet e namazit, kam pas fal 3 vakte. Falë Allahut dhe këshillave të tua hoxh, kam fillu thot 5 vaktet. Elhamdulillah që ta ka mundësu Allahu me i fal 5 vaktet. Është mirësi e madhe. Kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Elusim Zotin e gjithësisë që të na mundësoj ta falim namazin deri në frymën e fundit. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Namazi që është ndër porositë e fundit që na ka lënë profeti alayhis salam, as-salat as-salah, namazi. Mashallah. Elhamdulillah, dhe lutim Zotin e gjithësisë që të na jap sukses dhe sinqeritet e të na mundësoj ta adhurojmë atë. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot mësova të gjithë suret e namazit. Fal tahajjud plus namazet farz. Qetësi shpirti, mbështetem tek Allahu. Mashallah. Elus Zotin e gjithësisë që t'ju forcoj. Elus Allahun e lartësuar që t'ju jap mirësi. Me të vërtetë namazi është qetësim për shpirtin. Allahu i lartësuar e orienton profetin ton sallallahu alaihi wasallam tek namazi. Ne e dim thot që ty të ngushtohet gjoksi nga ajo që ata thonë. Madhroje Zotin tënd dhe i prej atyre që binë sejdë. Kështu kuptohet prej ajetit. Mashallah, elus Zotin e gjithësisë t'ju forcoj. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam filluar të fal të gjitha namazet, por tani po kam problem, po pritoj thot shumë. Mendo për shpërblimin e madh që ka falja 5 vakteve. Kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Falja namazit është shkak që të mundësohet në botën tjetër me pa të madhin Zot. Namazi është shkak që t'jesh me profetin alayhis salam në xhennet. Është mirësi e madhe, lidhje me krijuesin e gjithësisë. Vazhdimisht mendoj këto gjëra. Dhe më beso që sa herë të mendosh për xhennetin, për të madhin Zot, pra se kjo është shtylla e dytë e Islamit, se kjo është puna e parë për cilën do të pyetemi ditën e gjykimit, më beso që më një herë do të ngrihesh ta falësh namazin. Allahu të rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Selam aleikum hoxh thot. Pas Ramazanit tani kam filluar të mësoj pra shkronjat arabisht. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Mashallah. Elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj që Ramazanin tjetër ta presësh duke lexuar Kur'anin ashtu siç i ka zbrit profetit alayhis salam. Një shkronjë me 10 sevape. Mirësi e madhe. Mashallah, Allahu të forcoft. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam filluar të bëj më shumë dua që Allahu të më mundësoj një nuse të mirë muslimane. Allahu t'i pranoft lutjet. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, ud'uni astajib lakum, lutmoni mua të përgjigjem ju. Nuk ka gjë të vështirë për të madhin Zot. Lutu dhe mos e humb shpresën tek Allahu i lartësuar. Krahas lutjes, merr edhe shkaqet. Allahu ju rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, nga një namaz që falja,
Tani po I fal të pesta, por është pak më e vështirë se në Ramazan. Nuk është e vështirë. Mjafton të kesh vullnet. E nëse ke vullnet, je I vendosur në mbështetjen e Zotit. Allahu I lartësuar ja lehtëson njeriut. Pra nuk është kusht që namazin ta falësh në momentin që shkruan aty në kalendar, për shembull dreka. Jo, ke mundësi. Ke afërsisht 2 orë, pra deri në ikindi. Deri para ikindis ke kohë me fal drekën. Pra njeriu 5 minuta shkputet e fal namazin. Ama je në rregull me Krijuesin e gjithësisë. Zbaton një urdhër, një shtyllën e dytë, shtyllën më të rëndësishme pas shahadetit. Shtyllë për shtyllave të Islamit, falja namazit. Dhe me kalimin e kohës do të bëhet tepër e lehtë, më beso. Cili është ndryshimi më I madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam agjëruar gjithë muajin, kam lexuar Kur'an dhe po mësoj të fal namazin, herë e parë për gjitha. Masha Allah, elus Allahun e lartësuar që të forcoj, elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj që ta falësh namazin. Nuk ka më mirë se sa njeriu të kthehet tek Zoti I gjithësisë. Allahu I lartësuar I do ata që kthehen tek Ai, I do ata që pendohen tek Ai. Nuk ka më mirë se sa me fal namaz. Nuk ka më mirë se sa me I zbatu urdhrat e të Madhit Zot. Është shkak që njeriu të jetojë I lumtur në këtë botë dhe të fitojë lumturinë e përjetshme në botën tjetër, xhenetet e Allahut lartësuar. Cili është ndryshimi më I madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam mësuar ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kur'anit, I them në darkë, mëngjes. Më parë I lexoja në telefon. Masha Allah. Ku ka më mirë se sa njeriu me fillu ditën duke lexuar Kur'an, me mbyll ditën duke lexuar Kur'an. Ajeti Kursi është ajeti mrekullueshëm. I tërë Kur'ani është I mrekullueshëm, por ajeti Kursi është shkak që të mbrohesh prej shejtanit. Pra, lexon ajetin Kursi, lexon 3 suret e fundit të Kur'anit, mirësi e madhe. Allahu ju rujt, Allahu ju forcoft. Cili është ndryshimi më I madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot fillova të fal namazin e sabahut. Masha Allah, kush e fal sabahun, është në mbrojtjen e Allahut lartësuar. Mirësi e madhe është. Elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj që të fillosh edhe me namazet tjera. Allahu ju rujt, Allahu ju forcoft. Cili është ndryshimi më I madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam filluar të fal namazin. Kam një besim shumë të lartë tek Allahu xhelleshanuhu. Ishte hera e parë për mua, masha Allah. Wallahi mirësi e madhe është që njeriu me fal namazin. Dhe patjetër, zbatimi I urdhrave të Allahut lartësuar është shkak që të shtohet besimi tek Zoti I gjithësisë. Elus Allahun e lartësuar që t'ju mundësoj të keni vazhdimsi në vepra të mira. Amin. Cili është ndryshimi më I madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam vendos me u bë më e mirë çdo Ramazan që vije. Këtë Ramazan mësova surën El Fatiha. Masha Allah. Unë të këshilloj që Ramazanin tjetër ta presësh duke fal 5 vaktet, pra me ja fillu qysh tani. Allahu ju rujt. Në mënyrë që Ramazanin tjetër, pra të gjej muajin Ramazanit duke fal 5 vaktet. Mirësi e madhe është. Allahu ju rujt, Allahu ju forcoft. Cili është ndryshimi më I madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot mbulesa, leximi më shumë I Kuranit. Masha Allah. Pra ke zbatuar një urdhër prej urdhrave të Allahut lartësuar, se Zoti I gjithësisë e ka urdhëruar femrën në Kur'an që të mbulohet. Masha Allah, edhe leximi I Kur'anit. Normal leximi I Kur'anit ka shpërblim të madh. Pra kush lexon një shkronjë me 10 sevape, imagjinoje, lexosh pra vazhdimisht kesh program ditor leximin e Kur'anit. Lut Allahun e lartësuar që t'ju mundësoj të keni vazhdimsi në vepra të mira. Amin. Cili është ndryshimi më I madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam mësuar 3 sure të reja dhe vazhdoj të fal 5 vaktet. Masha Allah. Mësimi I sureve të ndryshme të Kur'anit dhe leximi I tyre gjatë namazit të bën të jesh më I vëmendshëm namaz. Për shembull kur lexon sure të ndryshme, sidomos kur ja lexon edhe pra ja di edhe kuptimin. Pra krahas mësimit mundohu që
të lexosh edhe kuptimin e atyre sureve që lexon namaz. Allahu të rujt, Allahu të forcoft, Allahu të boft namazin dritë, si në këtë botë edhe në botën tjetër. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam filluar të shkoj në xhami, të mësoj të fal namaz, të lexoj Kur'an, elhamdulillah, elhamdulillah. Mashallah. Allahu ta mundësoft që vazhdimisht me shku në xhami. Profeti a.s. përmend 7 kategori njerëzish që do të jenë në hijen e arshit të Allahut lartësuar ditën e gjykimit, atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të Allahut lartësuar. Një ndër ta thot wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Pra siç kuptohet prej hadithit, dhe një njeri zemra e cilit është e lidhur me xhamin. Allahu të rujt, Allahu ta mundësoft që me shku në xhami, se në xhami adhurohet Allahu i lartësuar, madhërohet vetëm Zoti i gjithësisë, falet namaz, përmendet Zoti i gjithësisë. Me fal namazin, me shku në xhami, pra me qenë besimtar më pranë Krijuesit të gjithësisë, Allahu të rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, gjithmonë kam pas problem me u çu nga gjumi për fexher, pra për namazin e sabahut. Tashi jo. Elhamdulillah që ta ka mundësu Allahu me u zgju për sabah. Kush e fal sabahun është në mbrojtjen e të madhit Zot. Mirësia e madhe është që mos të privoj Allahu i lartësuar nga kjo mirësi. Allahu të rujt, Allahu ta mundësoft që deri në frymën e fundit me e fal sabahun në kohë. Allahu të rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, pasha Allahun e madh. Kam qajt atë ditë kur u kry, saqë frym nuk mundesha me u mbush. Allahu të rujt. Elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj të kesh vazhdimsi në vepra të mira. Allahu i lartësuar është i njëjti Zot, pra si në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Urdhëresat vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Mundësia për të fituar xhenetin vazhdon edhe tani pas Ramazanit. Namaz falim tani, respektimi i prindërve vazhdon. Rujtja lidhje farefisnore vazhdon, sadakaja vazhdojnë, punët e mira pra vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Allahu të rujt, Allahu ta mundësoft që me bëj sa më shumë vepra të mira, me fitu gradat sa më të larta në xhenet. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, selam aleikum. Ndryshimi të unë është se elhamdulillah 5 kohë namaz kam fillu të i falë. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Masha Allah. Kush i falë 5 vaktet i premtohet xheneti. Masha Allah. Lusë Allahun e lartësuar që të ta mundësoj që deri në frymën e fundit me i falë 5 vaktet. Allahu i rujt, Allahu i forcoft. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, nga 13 vite që agjëroj falem, këtë vit e kam ndjerë shumë herë më afër me Allahun veten. Elhamdulillah. Allahu ta mundësoft që të kesh vazhdimsi në punë të mira. Dhe patjetër nëse njeriu ka vazhdimsi në punë të mira, patjetër që kur zbaton urdhrat e të madhit Zot, pra afrohet më shumë tek Allahu i lartësuar. Dhe nuk afrohet robi im me diçka më të dashur tek unë se sa pra ato gjëra që ja kam urdhëruar. Namaz, agjerim, vepra të mira. Allahu i rujt, Allahu ja mundësoft që në botën tjetër t'jeni prej xhenetlive. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, jam afruar më shumë me Zotin dhe më ka ndihmuar që me reflektu, me qenë person më i mirë. Të tilla janë urdhëresat e të madhit Zot. Nëse ne i zbatojmë, nëse ne jetojmë ashtu si që urdhëron Allahu i lartësuar, patjetër që kemi për të reflektu, kemi për të qenë njerëz më të mirë. Allahu na mundësoft që me i zbatu urdhrat e Allahut lartësuar. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, këtë Ramazan më janë pranuar lutjet, vetëm njeriu duhet të ketë durim, se Allahu sprovon ata që i do. Po, madje njeriu që është sprovuar më së shumti është profeti alayhis salam. Sprova të ndryshme dhe ka bërë durim. Njeriu t'i pranohet lutja përderisa nuk e përshpejton përgjigjen, pra nuk thot u luta dhe nuk mu përgjigj, ose nuk mora përgjigje. Prandaj ne vazhdimisht duhet lutemi. Vazhdimisht duhet t'i kërkojmë të madhit Zot. Dhe Allahu i lartësuar është ai që i përgjigjet lutjeve. Ud'uni astajib lakum. Lutmoni mua, të përgjigjem ju.
Kështu thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, Allahu i rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot jam munduar të mësoj veten që gjithmonë të kem mendim të mirë për Allahun. Kjo kërkohet për çdo musliman, çdo besimtar, çdo njeri duhet të mendoj mirë për Allahun. Duhet me mendu gjithmonë mirë se Zoti i gjithësisë në çdo gjë që ndodh ka urtësi. Çdo gjë që na ndodh ne ka urtësi. Ne ndoshta e mendojmë diçka që nuk e duam atë, ama aty ka urtësi. Ajo që Zoti i gjithësisë cakton për ne, le ta dimë që ajo është e duhur, ajo është e mira. Ndoshta dikujt i ndodh një e keqe, ai mendon që shumë keq, por mund t'i ndodhte diçka edhe më e keqe. Ka urtësi gjithçka. Duhet me mendu mirë për Allahun e lartësuar. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, unë kam fillu namazin ditën e parë të Ramazanit. Elhamdulillah, mashallah. Elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj që deri në frymën e fundit me fal namazin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuruje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Profeti alayhis salam deri në frymën e fundit i ka kushtu një rëndësi tepër të madhe namazit. Madje ndër porositë e tij të fundit ishte as-salah, namazi. Allahu i rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam filluar namazin, po e kam të vështirë pak me kohët, por do ja dal inshallah. Elus Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj. Me kalimin e kohës ambientohesh inshallah. I mëson edhe kohët, Allahu i rujt, Allahu ja mundësoft që ta falni vazhdimisht. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Selam aleikum hoxh thot. Pas Ramazanit tani kam filluar të mësoj pra shkronjat arabisht. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Mashallah. Elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj që Ramazanin tjetër ta presësh duke lexuar Kur'anin ashtu siç i ka zbrit profetit alayhis salam. Një shkronjë me 10 sevape. Mirësi e madhe. Mashallah, Allahu të forcoft. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, nga një namaz që falja, tani po i fal të pesta, por është pak më e vështirë se në Ramazan. Nuk është e vështirë. Mjafton të kesh vullnet. E nëse ke vullnet, je i vendosur, mbështetju Zotit. Allahu i lartësuar e lehtëson njeriu. Pra nuk është kusht që namazin ta falësh në momentin që shkruan aty në kalendar, për shembull dreka. Jo, ke mundësi. Ke afërsisht 2 orë, pra deri në ikindi, deri para ikindis ke kohë me fal drekën. Pra njeriu 5 minuta shkputet e fal namazin. Ama je në rregull me krijuesin e gjithësisë. Zbaton një urdhër, një shtyllën e dytë, shtyllën më të rëndësishme pas shahadetit. Shtyllë për shtyllave të Islamit, falja namazit. Dhe me kalimin e kohës do të bëhet tepër e lehtë, më beso. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam filluar të bëj më shumë dua që Allahu të më mundësoj një nuse të mirë muslimane. Allahu t'i pranoft lutjet. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, ud'uni astajib lakum, lutmoni mua të përgjigjem ju. Nuk ka gjë të vështirë për të madhin Zot. Lutu dhe mos e humb shpresën tek Allahu i lartësuar. Krahas lutjes, merr edhe shkaqet. Allahu i rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam fillu me u fal vetëm namazin e sabahut pak me vështirësi, se nuk i shqiptoj dot fjalët mirë. Elhamdulillah që ta ka mundësu Allahu me fal namazin. Për sa i përket vështirësive, pra që mund të hasë ndonjëri, nuk ka problem inshallah. Derisa të mësosh nuk ka problem. E rëndësishme është njeriu përpiqet mëson, e lehtë është inshallah. Allahu i rujt, Allahu ta mundësoft që deri në frymën e fundit me fal namazin. Zoti i rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam filluar 5 vaktet e namazit. Mashallah, Allahu të forcoft, Allahu të rujt, Allahu ta pranoft. Kush i fal 5 vaktet, i premtohet xheneti. Allahu na mundësoft që me i fal 5 vaktet deri në frymën e fundit. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam nis me fal edhe sunetet, elhamdulillah. Elhamdulillah, elus Allahun e lartësuar që t'ju ruaj dhe t'ju forcoj.
Kush i fal 12 rekate gjatë ditës dhe natës, përveç pra farzit, i ndërtohet atij një shtëpi në xhenet. Kështu kuptohet për një hadithit Muhammedit alayhis salam. Masha Allah, Allahu ju rujt, Allahu ju forcoft, Allahu ju apranoft. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot prej Ramazanit jam tu e fal vazhdimisht namazin e natës dhe leximin e Kuranit. Masha Allah, Allahu të forcoft, Allahu të rujt, namazi i natës, shkak për të afruar me Allahun e lartësuar, është shkak për të larguar mëkateve dhe është shkak për të larguar sëmundjet nga trupi. Pra lumë për atë njeri i cili fal namaz natë. Allahu na mundesoft të gjithëve të jemi prej atyre që falin namaz natë. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot qetësi shpirtërore dhe kam mësuar surën Fatiha. Dhe po fal drekën, i këndin akshamin dhe yacin, elhamdulillah. Elhamdulillah, Allahu të forcoft, Allahu të rujt, Allahu ta mundesoft, ta falësh edhe sabahun. Kush e fal sabahun është në mbrojtjen e Allahut të lartësuar. Ti mashallah i fal ke 4 vakte, unë të këshilloj që ta falësh edhe vaktin e 5. Kush i fal 5 vakte ti premtohet xheneti. Allahu të rujt, Allahu të forcoft. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot unë për vete kam bërë shumë dhikr, edhe i kam fal sunetet edhe farzet bashk. Mashallah, Allahu të rujt, Allahu të forcoft. Kush i fal 12 rekate, sunet, pra përveç farzit, gjatë ditës dhe natës, i ndërtohet atij një shtëpi në xhenet. Kështu kuptohet për një hadithit Muhammedit alayhis salam. Prandaj, unë të këshilloj që të vazhdosh këtë ritëm edhe pas Ramazanit, pra mos me i lanë sunetet. Allahu të rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot isha shumë e qetë, edhe kur më bën me nerva nuk reagoja. I tillë në fakt duhet të jetë agjëruesi. Dhe kjo duhet vlej edhe pas Ramazanit. Se Ramazani është si një shkollë edukimi. Kur ne e përmbajmë veten, nuk reagojmë në Ramazan, mësohemi ashtu që edhe pas Ramazanit, pra mos përzihemi në konflikte, të bëjmë durim, të jemi paqësor dhe të vazhdojmë jetën përpara. Allahu i rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam filluar të fal namazin e sabahut, të akshamit dhe yacin. Masha Allah, pra ke filluar 3 namaze, 3 vakte. Masha Allah, elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj që ti falësh edhe drekën dhe i kindin. 5 vakte. Allahu të rujt. Gjithsesi është një hap tepër i mirë. Është një hap tepër i duhur. Ai që fal 3 vakte është më mirë se sa ai që nuk fal fare. Dhe masha Allah, elhamdulillah që ta ka mundësu Zoti i gjithësisë, pra ta fillosh ditën me namazin e sabahut. Ta mbyllësh ditën me 2 namazet tjera, akshamin dhe yacin. Është mirësi e madhe. Zoti ta mundësov që ti falësh të 5 vaktet. Allahu të rujt, masha Allah. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam fal namazin e sabahut dhe kam lexuar Kur'an çdo ditë. Masha Allah, Allahu të rujt, Allahu të forcoft. Allahu ta mundësoft që vazhdimisht me e fal namazin e sabahut. Kush e fal sabahun, pra namazin e sabahut, është në mbrojtjen e Allahut. Ne të gjithë duam me qenë mbrojtjen e të madhit Zot. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam lënë cigaren, kam filluar të shkoj më shpesh në xhami, kam filluar dhe namazin. Namazi është shkak dhe siç e përmend Zoti i gjithësisë në Kur'an, vërtet namazi të ruan nga shthurja dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Namazi është mirësi. Është shkak që njeriu të ndryshojë, të përmirësohet. Pra, ti elhamdulillah, ke nis të shkosh më shpesh në xhami, ke fillu fal namazin, masha Allah. Elus Allahun e lartësuar që të ruaj, të mbroj dhe të ta mundësoj çdo të mirë. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam fituar shumë durim, shumë qetësi, kam heq dorë nga debatet. Masha Allah. Thot njëri prej dietarëve, Ramazani është gjysma e durimit. Dhe Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarët e marrin shpërblimin, pra shpërblimin e tyre pa hesap. Kështu kuptohet prej ajetit.
Kështu që patjetër muaji Ramazanit është muaji i durimit, muaji ku në të ne mësojmë durimin. Durim ndaj ushqimit, ndaj pijes, durim edhe ndaj gjërave, dëshirave. Përmbajmë gojën tonë, dëgjimin tonë, nuk dëgjojmë haram, nuk shikojmë haram, nuk flasim haram. Elutem Zotin e gjatësisë që na e mundsoj të jemi të durueshëm vazhdimisht, po ashtu na dhuroj qetësi e patjetër të heqim dorë nga debatet e kota. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam qenë pesimist shumë. Pas këtij Ramazani ndihem shumë i plotësuar, elhamdulillah, shumë optimist. Mashallah. Besimtari duhet të jetë optimist. Larg pesimizmit, larg mendimit keq. Gjithmonë optimist, gjithmonë me mendu mirë për krijuesin e gjatësisë. E ardhmja do të jetë më e mirë me lejen e Allahut të lartësuar. Nëse ne i bindemi të Madhit Zot, nëse ne i zbatojmë urdhrat e Allahut të lartësuar, nëse ne adhurojmë të Madhin Zot, Allahu i lartësuar ka për ta lehtësuar për ne çdo gjë. Inna ma'al usri yusra. Në të vërtetë, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Kështu që mashallah, elutem Zotin e gjatësisë që Ramazanin, namazin ta bëj shkak që ne të jemi më optimist, të shikojmë më ndryshe, më mirë. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot dhikr dhe istighfar shumë gjatë ditës, me meditim dhe farzet rregullisht, meditim në krijimet. Mashallah, elutem Allahun e lartësuar që t'ju ruaj, t'ju forcoj. Patjetër që meditimi të cilin e ke përmend është një prej adhurimeve me të cilat ne afrohemi tek Zoti i gjatësisë. Dhe Allahu i lartësuar na nxit për këtë meditim në Kur'an. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dhe meditojnë në krijimin e qiejve dhe tokës. Ne meditojmë në këto krijesa madhështore, të cilat tregojnë për krijuesin madhështor. E kur meditojmë në këto gjëra, pra na shtyn kjo gjë që t'i bindemi Allahut, ta adhurojmë Allahun, ta madhërojmë të Madhin Zot. Mashallah, Allahu të rujt, Allahu të forcoft. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam fillu me fal namaz 4 vaktet. Sabahun nuk e fal, thot se nuk mundem me uçu nga gjumi. Alhamdulillah që ta ka mundesu Allahu me i fillu 4 vaktet. Përsa i përket sabahut, unë të këshilloj që ti marrësh shkaqet. Pra, ose ve alarm, ose i thu dikujt që të zgjoj. E nëse nuk të del gjumi, pra i ke marrë shkaqet dhe nuk të del gjumi, në momentin që zgjohesh e fal. Kështu që me fal edhe sabahun. Allahu i rujt 5 vaktet, kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Zoti i rujt, Allahu ta pranoft, Allahu ta mundesoft me fal edhe sabahun. Mashallah. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam fillu të lexoj Kur'an. Mashallah. Elutem Zotin e gjatësisë që ta bëj Kur'anin dritë për ju. Ta bëj Kur'anin shkak që të ndërmjetësoj për ju ditën e gjykimit. Sepse Kur'ani vjen si ndërmjetësues për robën ditën e gjykimit. Pra nëse ti e lexon Kur'anin. Prandaj unë këshilloj çdo njërin që të ketë një program ditor me librin e Allahut të lartësuar, duke e lexuar atë, duke medituar në fjalët e Allahut të lartësuar, dhe normal më e rëndësishmja duke e praktikuar atë në përditshmëri. Allahu i rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam filluar namaz, mashallah. Allahu të rujt, Allahu të forcoft, Allahu ta mundesoft që vazhdimisht me e fal namazin. Ndër porosit e fundit që na ka lënë profeti ynë, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është falja e namazit. Lidhja e robit me Zotin e gjatësisë. Allahu ta mundesoft që namazin me e fal deri në frymën e fundit. Amin. Allahu i rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam shkuar për herë të parë në xhami dhe jam ndjer shumë mirë. Mu shqetësu shpirti e mendja. Po për Zotin, në xhami të shqetësohet shpirti, të shqetësohet mendja. Në xhami adhurohet Allahu i lartësuar. Në xhami përmendet në to emri i Zotit të gjatësisë.
Kështu tregon Allahu i lartësuar. Janë vende ku në to me të vërtet qetësohet njeriu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Kështu kuptohet prej ajetit Kuranit. Unë lut Zotin e gjethësisë që të ta mundësoj vazhdimisht me adhuru Allahun e lartësuar, me përmend të madhin Zot, me u fal në xhami. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam ikur për herë të parë 10 vjeçe në xhami. Ka qenë lumturia më e madhe. Mashallah. Allahu të rujt, Allahu të forcoft, Allahu të bëft të hajrit, Zoti të bëft të dobishme për veten, për familjen dhe për shoqërinë. Patjetër që është lumturi, është gëzim i madh njeriu të shkojë në shtëpinë e Allahut të lartësuar, në një vend ku në të përmendet madhërohet Zoti i gjethësisë, ku në të adhurohet vetëm Allahu i lartësuar. Nuk ka më mirë se një i ri dhe një e re, të cilët rriten duke adhuru Allahun e lartësuar, duke ju bind të madhit Zot, duke qenë zemrat e tyre të lidhura me shtëpinë e Allahut të lartësuar, vend ku në të buron drita, buron mirësi. Allahu të rujt, Allahu ta mundësoft që vazhdimisht me adhuru të madhin Zot. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, nuk e di. Allahu të rujt, Allahu të bëft hajrit. Allahu ta mundësoft që tani pas Ramazanit me vazhdu me vepra të mira. Me rëndësi është me bërë vepra të mira. Pastaj nuk është shumë me rëndësi a i mban mend apo jo. Me lekun krahun e djathtë i shkruan veprat e mira. Me lekun krahun e majt shkruan veprat e këqija. Ne lutim Zotin e gjethësisë që për ne, për veprat tona të shkruaj me leku i krahut të djathtë. Zoti të rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot jam kujdesur shumë për namazin dhe kam me vazhdu ende të kujdesem për fen. Mashallah. Allahu ju rujt, Allahu ju forcoft, Allahu ju amundësoft që vazhdimisht të tregoni kujdes për shtyllën e dytë të Islamit, për namazin. Dhe normal, nëse ne e falim namazin, është shkak që në botën tjetër në xhennet me pa të madhin Zot. A do me pa Allahun e lartësuar? Atëherë, kushtoj rëndësi namazit. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot dhikri, ma ka ngjallur zemrën. Përmendeni sa më shumë Allahun, bën thirrje me përmend sa më shumë Allahun. Kuptohet për një hadithi të profetit alayhis salam, se shembulli i atij i cili e përmend Allahun dhe shembulli i atij i cili nuk e përmend Zotin është si shembulli i njeriu të gjallë me të vdekurin. Dhe patjetër njeriu besimtari duhet ta përmend sa më shumë Allahun e lartësuar. Është mirësi e madhe me përmend Zotin e gjethësisë. Është qetësim për zemrën. Është thesar xheneti. Allahu na mundësoft që ta përmendim Allahun e lartësuar shumë. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot fillimisht, ju përshëndes hoxhi dashur, kam filluar të falem 5 vakte. Përshëndetje edhe për ju, Allahu ju rujt, Allahu ju dhon të mirësi, veten tuaj dhe në familjen tuaj. Masha Allah, është mirësi e madhe që i madhi Zot t'ja mundësoj robit të tij me fal 5 vaktet. Kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Alhamdulillah që ta ka mundësu Allahu me fillu 5 vaktet. Elu Zotin e gjethësisë që ti falësh vazhdimisht deri në frymën e fundit. Mirësi e madhe është të lidhesh me krijuesin e gjethësisë 5 herë në ditë. Është mirësi e madhe, masha Allah. Allahu ta mundësoft ta falësh vazhdimisht, Allahu ju rujt, Zoti ju dhënt mirësi. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot kam fillu të fal namazin, por akoma nuk kam mësuar të gjitha. Më ngjehet thot me program telefoni. Mashallah, alhamdulillah që ta ka mundësu Allahu i lartësuar me e marrë këtë vendim. Namazi është mirësi. Nëse nuk di, nuk ka asnjë problem. I lexon,
i lexon në telefon, i lexon në një letër, nuk ka asgjë, derisa të mësosh nuk ka problem. Dhe inshallah të quhet, kështu që unë të këshilloj të vazhdosh, ta falësh namazin dhe shumë shpejt ke për të mësuar fjalët që thuhen në namaz. Allahu ju rujt, Allahu ju amundësoft që ta falni namazin deri në frymën e fundit. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot në ditën e fundit të Ramazanit u mërzita shumë. U mësova pra me agjerimin, tani ndihem më i lidhur me Zotin. Alhamdulillah që ta ka mundësu Allahu i lartësuar me agjeru, me bo vepra të mira. Ngushëlluesi më i mirë për ne është shpresa që i madhi Zot dhe do na ketë pranuar agjerimin. Do kemi arrit faljen e tij. Gjithsesi ne vazhdojmë me vepra të mira. Ne jemi të lidhur me krijuesin e gjithësisë edhe pas Ramazanit. Ne falim namaz, ne mund të agjerojmë agjerim vullnetar, ne bëjmë vepra të mira derisa të ndërrojmë jetë. Vazhdojmë të bëjmë vepra të mira. Qetësinë tonë inshallah e gjejmë kur të vejmë këmbën tonë pra të hyjmë në xhennet. Allahu na mundësoft xhennetin, Allahu të rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot jam përmirësuar nga vetja në fjalë të pista dhe i këshilloj njerëzit në rrugën e Allahut. Masha Allah, Allahu të rujt, Allahu të forcoft. Patjetër që muaji i Ramazanit është edhe një shkollë edukimi, ku në të edukohet njeriu mos gënjej, mos mashtroj, mos flas keq, mos ofendoj. Pse se ne kur agjeron me ne edhe goja jon. E kështu inshallah edhe pas Ramazanit duhet me vazhdu. Masha Allah, Allahu të rujt. E përsa i përket këshillimit të njerëzve, kjo është një gjë e cila kërkohet. Ti tregosh dikujt për një punë të mirë, shpërblehesh si vepruesi pa ja paksu atij. Masha Allah, Allahu të rujt, Allahu të forcoft, Allahu na mundësoft gjithve që t'jemi të përmbajtur dhe të këshillojmë për rrugën e drejtë, rrugën drejt krijuesit gjithësisë. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot mësimi i shkronjave arabe mbulesa. Masha Allah, Allahu të rujt, Allahu të forcoft. Mbulesa, pra për femrën, është një urdhër prej urdhrave të Allahut të lartësuar. I madhi Zot ka urdhëruar në Kur'an që femra të mbulohet. Masha Allah, elhamdulillah që ta ka mundësu Allahu pra ta realizosh këtë urdhër, ta zbatosh këtë urdhër të madhit Zot. Allahu të forcoft, Allahu të rujt. Ndërsa mësimi i shkronjave, pra të Kur'anit, arabisht, leximi i Kur'anit, ashtu siç ka zbrit prej të madhit Zot, patjetër që ka shpërblim të madh. Pra kush e lexon një shkronjë, shpërblehet me 10. Imagjinoje pra të lexosh, të arrish të lexosh krejt Kur'anin, pra mirësi tepër e madhe, Allahu i rujt, Allahu ju forcoft, Allahu ju mundësoft çdo të mirë. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot forcimi i dinit, përkushtimi, namaz farz, taravi edhe namaz nate dhe adhurimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Masha Allah, Allahu ju rujt, Allahu ju forcoft. Normal është e udhës që besimtari të vazhdoj me veprimin e punëve të mira edhe pas Ramazanit. Të vazhdoj me vepra të mira edhe pas Ramazanit. Namazi nuk ndalet me Ramazanin. Vazhdon, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja. Të mirën pasoje me të mirë, jo të mirën me të keqe. Pra të mirën me të mirë. Namaz në Ramazan, namaz edhe jashtë Ramazanit. Ke fal namaz natë në Ramazan, vazhdoje edhe pas Ramazanit. Veprat e mira vazhdoj edhe pas Ramazanit. Elusim Zotin e gjithësisë që deri në frymën e fundit me bë vepra të mira. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot afrimi më i shumt me Allahun, besimi më shumë në të. Masha Allah, elus Zotin e gjithësisë që t'ju ruaj, t'ju forcoj dhe t'ju amundësoj që t'afroheni më shumë tek ai. Vjen në një hadith kutsi se Zoti i gjithësisë thot dhe nuk afrohet robi im tek unë me diçka më të dashur tek unë se sa zbatimi asaj që e kam urdhëruar. Kështu kuptohet prej hadithit. Prandaj kur ne agjerojmë, kur ne falim namazin, kur ne i zbatojmë urdhrat e Zotit gjithësisë, pra i bëjmë ato gjëra që Allahu i lartësuar i do, me lejen e Allahut të lartësuar ne afrohemi më shumë tek ai dhe patjetër shtohet besimi,
na forcohet besimi, Allahu ju rujt. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam mësuar të lexoj Kur'anin arabisht, e lumtur pa mas. Masha Allah. Elusa Allahun e lartësuar që të ta mundësoj ta lexosh Kur'anin vazhdimisht. Ta lexosh kuptimin e fjalëve të Kur'anit dhe ta praktikosh atë në përditshmëri. Patjetër që leximi i Kur'anit ka një shpërblim tepër të madh. Një shkronjë me 10 sevape. Elusim Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që e lexojnë Kur'anin, meditojnë në fjalët e Allahut lartësuar dhe e praktikojnë atë në përditshmëri. Amin. Cili është ndryshimi më i madh që ke bërë tek vetja këtë Ramazan? Thot, kam mësuar të falem. Masha Allah. Elusa Allahun e lartësuar që të ta mundësoj ta falësh namazin vazhdimisht. Është shtylla e dytë e Islamit. Profeti alayhi salam, ndër porositë e fundit që na ka lënë është as-salat as-salah, namazi. Profeti alayhi salam, i cili na doshte shumë, çdo profet ka pas një lutje pra që e ka bërë dhe i është realizuar. Profeti alayhi salam e ka rezervuar këtë lutje në ditën e gjykimit, ndërmjetësoi për umetin e tij. Na doshte shumë profeti alayhi salam dhe porosia që na ka lënë është namazi. Tregon që është tepër i rëndësishëm. Elusa Allahun e lartësuar që të ta mundësoj ta falësh namazin.